Ilir Beqaj, ish ministri që i shpëton drejtësisë, pasqyrë një sistemi që mbron të fortët dhe ndëshkon të dobëtit. Një vit pas arrestimit, Ilir Beqaj ende nuk është dënuar, drejtësia në prova, qytetarët në pritje. Tiranë, maj 2025. Kaloi një vit që nga arrestimi me buj Ilir Beqajt, ish ministrit të shëndetësisë dhe më pas drejtori i Agjencisë për Programimin Strategjik dhe Koordinimin e Ndihmës, SASPAC. Akuza e parë, shpërdorim detyre dhe favorizim në tenderin e sterilizimit kirurgjikal me vlerë milionash. Akuza e dytë, përvetësimi fondeve të Bashkimit Evropian përmes faturave fiktive. Megjithatë, Beqaj është ende i lirë me masa lehtësuese sigurie, ndërsa bashkëpunëtorët e tij ndodhen në qelit e paraburgimit. Si ndodhi që njeriu në qendër të dy skandaleve më të mëdha të dekadës të mos përballet realisht me drejtësinë? Kronologjia e një skandali të paralajmëruar. 2015-2017, gjatë mandatit si ministër i shëndetësisë, Ilir Beqaj mbështeti dhe nënshkroi kontratën 10 vjeçare për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale. Një koncesion i akuzuar për çmime të fryera, shërbime të pakryera dhe favorizim të kompanive të caktuara. 2019-2023, Beqaj emërohet drejtuesi i SASPAC, agjenci që menaxhonte fondet e BE-s. Sipas hetimeve të SPAC, ai përdori këtë pozicion për të gjeneruar pagesa fiktive dhe shpenzime të parsyeshme për shërbime që nuk ekzistojnë. Korrik 2024, arrestohet me bujë nga SPAC. Qytetarët shpresojnë se ky është sinjali se drejtësia më në fund po vepron. Maj 2025, Beqaj është ende në detyrim paraqitje, ndërsa procesi zvarritet dhe gjykatat shtyjnë seanca për arsye shëndetësore apo teknike. SPAC në presion, drejtësia në dy shina. Drejtësia në Shqipëri është ndarë në dy shina, një për qytetarët e zakonshëm dhe një për të pushtetshëm. Pavarësisht retorikës politike për luftën ndaj korrupsionit, praktika tregon tjetër gjë. Ndaj Ilir Beqajt, SPAC ka provuar të ndërtojë një dosje të fortë, por ndërhyrjet e heshtura politike, pengesat procedurale dhe masa të buta sigurie e kanë dobësuar mesazhin. Ndërkohë që qytetarët ndëshkohen për fatura të papaguara, një ish ministër i akuzuar për vjedhje miliona euro i shmanget burgut. Drejtësia në këtë rast nuk është verbër, ajo po sheh mirë se kush ka pushtet. Përtej krimit financiar, pasoja sociale dhe morale. Afera e Beqajt nuk është vetëm një skandal financiar. Ajo ka pasoja direkte mbi besimin publik. Në shëndetësi, qytetarët paguajnë shërbime të shtrenjta për sterilizim, ndërsa spitalet kanë mungesë instrumentesh bazë. Në administrat, fondet e BE-s që duhet të përdoreshin për reforma reale, përfunduan në xhepat e individëve që kanë ndërtuar karriera mbi klientelizmin. Në vetdijen qytetare, çdo ditë vonesë në drejtësi krijon ndjesinë e pafuqisë dhe bindjen se kush ka mik, nuk ka frikë. Kush po e mbron Ilir Beqajin? Një pyetje e pashmangshme që buron nga ky rast është, apo mbron sistemi drejtësisë, qeveria dhe partia në pushtet një nga njerëzit e tyre më të afërt? Beqaj nuk është thjesht një funksionar. Ai është përfaqësues i një brezi politikanësh që kanë dominuar jetën publike për dekada. Lidhjet e tij me struktura politike, ekonomike dhe mediatike janë të thella. Ai është më shumë se sa një individ, është simboli i një sistemi të pandryshuar. Ku është politika? Heshtja që flet shumë. Kryeministri Edi Rama, që shpesh ka folur për drejtësinë si arritje të qeverisjes së tij, nuk ka bërë asnjë deklaratë për çështjen Beqaj. As Partia Socialiste nuk ka marrë një qëndrim të qartë. Në fakt, heshtja e tyre është një lloj pozicionimi, një mbështetje pasive për një njeri që di shumë dhe që ndoshta mban çelësat e shumë sekreteve të errëta të pushtetit. Në vend të epilogut, drejtësia që vonon, drejtësia që dështon. Dosja Beqaj nuk është vetëm një test për SPAC-un apo për drejtësinë shqiptare. Ajo është një provë për shoqërinë tonë, a do të lejojmë sërish që të fortët të mos preken, ndërsa të thjeshtët të shërbejnë si kurban për sistemin? Sepse nëse Ilir Beqaj nuk dënohet për veprimet që janë vërtetuar me dokumente e dëshmi, atëherë drejtësia në Shqipëri është vetëm një fasadë. Dhe shqiptarët nuk kanë nevojë për fasada të reja, kanë nevojë për dënime të merituara. Në një vend ku gjykatat I tremben të fortëve, drejtësia është në mjerim. E nëse Ilir Beqaj del I pafajshëm, atëherë fajtor është I gjithë sistemi.